Shumë faleminderit Altin Zenuni për intervistën e mrekullueshme dhe intervistën ekskluzive në Full Ship Show. Tash kemi një tjetër mysafir I cili do jetë në Full Ship Show me këngën e tij të re. Ka promovuar një këngë të re tash, një klip të ri ku titullohet Akoma nuk e di. Nuk titullohet Akoma nuk e di, po unë nuk e di akoma si titullohet, po ta ftojmë këngëtarin që jeton në Zvicër, një djalë, përveç se është këngëtar I mirë sot, djalë I mirë shumë, edhe e kujtoj si sot marash, sjelljen e Astrid Mulajt, kur pati ardhe në studion e parë që kemi pas, një studio improvizuese që e montoshim me çmontoshim në kushte të vështira, primitive, që kena punu, kena vujt shumë me këtë emision. I vetmi artist që më ka met në kry, është që ka marrë fshisën të fshi studion tonë, para se me fillu emisioni. Dhe më thonë... Modest. Shumë modest. Edhe gjithë tjerë kur kanë ardhur janë ullë dikun, kanë marrë pije, kanë nejtë në po neve, se si na të punu. Astridive që kanë gjithë shisës, të fshi. Dhe më thonë, më kaloni për shtypje, kam shumë respekt për Astrid Mulaj, neftoj me Duar Turkiti, unë big up Astrid Mulaj! Mirë se erdhe në Full Ship Show. Mirë se gjeta, marrësh, faleminderit shumë. Sa vjet I ka për që e konë në emision, në adin? I ka. 5 vjet, 6 vjet. 4-5 vjet, astet sot nuk kena me të mundu me fshisa me gjona. Sot I kena të siguru me dhe më thonë, jena rahatu edhe ne, ma në fund. Mirë, mirë. Edhe mirë se erdhe në Full Ship Mirë se Show. gjeta Altin, faleminderit shumë për ftesën. Të lutem me kënaqësinë më të madhe, ke realizu një këngë tash. Si e pati titullin e vllase, unë e thash akoma nuk e di, po e thash për veti. Duje nonën. Duje nonën. Po, duje nonën. Pasha zotën ekstra për nonë. ball titull të mirë pas ka Faleminderit që kanë shumë. qeta. Po, zem. Këtë nonat që janë të na ndjek tash zohen e kënaqen. Këtë bëhet fjalë veç për teksti komplet për nonën. Po, teksti është për nonën, është realizuar me Ilir Beronit edhe Hamid Gecit, miti Gecit në Prishtinë. Okej. Është këngë me emocionuese për nonën. Po tema është se nona është gjallë, kupton, nuk është këngë që ka vdek nona e tani ka kushtu këngën. E çfarë bëhet fjalë tamam në tekst për shembull? Që Bëhet ka fjalë- vujt nona, që të ka rrit apo çfarë është Po për dashninë e nonës se ta jep, a kupton? Kënaqësinë e nonës. Po kënaqësia e nonës. Mos pritet të marrë. Ti personalisht e I lidhur shumë me nonën? Po, shumë, Shumë. seriozisht. Okej, se ka njerëz që vërtet. këtë dojnë nonën, po dikush nuk din mu lidh, jo që e s'don. Ka dhe si shumë. Po. Amo, ja, unë personalisht shumë I lidh me prind, fakt. Okej. Me babën e me nonën. Bravo. Jeton me prindërit të Astrid? Jo. Jo. Vllavi I madh jeton me ta, po okej. jemi shumë ofër. Absolutisht. Këtë familja e na ofër. Super. Si ka shku këto 4-5 vite që si mi parë karriera jote? Mirë Altin, kena punuar këto vite, kena realizu këngë të reja. Okej, Mirë, I lumtur. I lumtur, Ka bravo. avancu karriera. E vërtet. Nëse këto vitet e fundit kena punu fakten ma shumë në përdasma. Ju kom kushtu ma shumë dasma, edhe po kaloj mirë shumë. Okej. Pra do më thonë, që të shof në për story në Instagram aktiv gjithmonë Po, jena, për ahengje munduar. familjare, ndasma, gjona. Munduhem shumë, nëjse edhe ne e kena, po me thonë dasmë tash lajfi populloria ka met në fakt ma shumë. Mund me ndaj, si është pak se cili lufton për Astrid, ti dasmë. si Tallavas më duket, ati nuk... Unë kënoj Shqip. Në Shqip. Ka Pra jo, Shqip. jo Tallava, nuk është Jo, në që Tallava. nuk është që unë e ngaj kum marak edhe më në guta lava. Po, nejse, Amo, nuk nuk e është keq. preferoj. Nuk Jo, është s'është keq, rrymë është edhe jo, absolutisht, unë nuk rrymë. a një lloj si në qoftë se nuk është për menaxhu, nuk është menaxhu rapin, se ai ka banalitet më na. A e kupton, po ideja Jo, është që me muzikën shqipe realisht nuk ka. Jo, vërtet është. Nuk ka. Nuk ka. Unë për shembull kur e ndjej muzikën shqipe, adrenalinën ta jep më të madhe adrenalinën si adrenalinë për me u gjujt. Domthon Tallavaja për mendimin tim, nëse është me konceptoj që të fut me pi më shumë dhe të fut me çik parë më shumë. Edhe atmosfera është që na nuk është tash kështu has Tallava nuk e ndoj, po ritëm Tallava kena. A kupton? Kena edhe në orkestër. Kështu që Po ti vetë nuk je angazhime ku shkon me Knut Tallava. jo, mundona me I kom të shok që ju ka prish dora majt këtë ti më shu çështu. shkun lek. Shkon po. Se Tallavaja vetiu Marash, nuk e di ai konë në Tallava. Jo. Si e kon kurr. Interesant. Që se ki morë po veti. të- Se kam marrë, më thonë, në rrallë kam shku, kur nuk kam marrë i shok e jemi, s'di që ka jemi, ne kam i shok që më merë ka jemi në qunë, Tallava. Amo, e ka do më thonë, një parë atmosfere që të bën me pinë, është të bën me fut dorën në gjep, se vetë t'imponohet këngëtarit të ta përmend emrin, e ke parasysh. Mirë, po muzika shqipe e jona të bën mundje më rahat, më e relaksuar, me shiu, me përjetu këngën më shumë.
Po këto janë diferencat mes. Kena edhe kom shqipe, kena shumë të mirë. Jo kena, më të mira se na si ka kërkush. Absolutisht. Kjo kënohet ti në Prishtinë garante dhe në Prishtinë janë disa lokale që kënohet veç shqip. E që aty unë shtaj farë. Po. Më shoqëni, është një falë zeti, më shkuna për këto mbrëmje, është edhe pse përkundra se s'kom kursant këna Tallavas është. Jo, absolutisht. Ne kam shumë kolegë që e du. Jo më ka herë e kollim që pasha zotin ma ka knu muni shok që kënon Tallava, që më pëlqen më shumë ditë ja bëni reklam se meriton ai djali. Që kënon Tallava. Tallava. Që më pëlqen për stilin e Tallavas është unë muni shok. Që bash has me veç me një gjujtme. Çuç është ajo? Që më tranën këtë ma ka knu një kongë dhe kam WhatsApp shtu se për shefje kisha lëshu me ja këtë se ja kam qua ti Jonasit më lëshu i herë. Është Agron Ahmeti. Po, shumë i mirë. Ha? Shumë i mirë. A njef me los? Po, si. Agron Ahmeti gjigant Super. për Tallava, domethënë që është për që të pjesë është nishi, që mu më pëlqen. Vërtet. E pastaj për Ka shumë të mirë. muzikë shqip ka plot sa dush e këndojnë mirë. A ki si princip që preferon më shumë muzikë shqip në Po Tallava, apo veç shia jote Ja, po personale? mis pej fillimit kur ja kena nis, jam fokusu ma shumë e pas kongë të mia. Edhe tani çashtu ka shumë gradualisht se kum po vetët na ndrrym muzikës. Unë me shoqni kur na dal kena shumë shkush, fakt shpesh kena shkum Tallava, po unë vetë se nuk e zgjet ça vetën nat. Okej. Nat Ku po ftohesh më shumë pastaj? Në Zvicër, në Kosovë, ku je më tepër i angazhuar me punë? jena koxha në për Evropë jena. Në Amerikë më kanë shtash kohë të fundit koxha shumë. Okej. Me 3 herë radhat. Në Suedi, se radhafi më herët Suedi. Në Gjermani, në Zvicër, në Evropë kështu. Ku Okej. janë eventet më të mirë? A dallohen eventet në Amerikë me këtu në Evropë, apo? Dallon, që në Amerikë, unë mendoj një sen e ku vrejt shumë të në shqiptarët e Amerikës. E para është mikpritjen, që ta bojnë ata, më ka këthy në atë kohën para luftës që kemi pasur në Kosovë. Po. Dhe të thonë ata shpirtin ta ofrojnë, si në muhabet, si në pritje, si. Muzikën e dojnë tradicionale tonën ma shumë. Auto apet jënë pa qifteli aty s'kish ka, pa ne kongë me qifteli, ma mi më shkojës. Edhe janë do kongë që i dojnë qënë mula, kongë qënë mulë, se do kongë që i dojnë Po, tradicionale të vjetra. si dojnë, janë shumë adhetar, E kanë rujt shumë ata? E kanë rujt koxha shumë. Edhe pse janë larg. Ma shumë ata apo të Zvicrës? Po me krahasu me ne, na jena shumë afër, tash na ka bën Kosova diçka shumë më duket kur shkojnë Po, da, Kosovë. shumë afër, po. Ata kanë më larg. Në Australi si më kanë më, në Australi janë edhe më larg, ata janë duket më të përmallum pak më shumë. Gjigant as po në aeroplana po rriton ku as po Jo, në po të mërzin në aeroplan me najtë vëllai në me Australi. ka zu drejt altin e du shumë jetën në aeroportit. Për autor çdo ti kisha fleturu. Çfarë do thonë? Seriozisht. Edhe unë Ku çashtu. ti kisha Nuk e pas? di e përjetoj atë. Ti kisha pas edhe unë që të mentua kam kohën kisha fluturu, po si kam kështu. I kam ndrysh unë. Shumë e kam bezi, me thënë drejtë. Po, bre? Po, shumë. Edhe unë Nëse si ka penalizu. s'm ka ndodhur ndaj turbulencë molla, din me thon kështu, boll kena tu po a din me pas diçka kështu që ka ndodhur. Ai rasti s'di jam në vend bazel që ka po diçka. Media që kanë dalë. Unë kum pas me konçat udhtim. Ç'a ndodhi aty? Unë fati se agjencia e pa ta lyp një bilet ma vonë unë, do isha më ndaj në Prishtinë do pa. E tani ma ndroi biletën një 3 orë ma vonë. Se në fakt e kum pas biletën prej me të njëjtin po. Turbulencat rënë janë ka. Turbulenca? Janë lëndu njerëz në Çështës se kum përjet. Ashtu, a? Interesant. Po, kjo është ideja se ama prej turbulencave kam dëgjuar se s'ka asnjëherë aeroplani, po janë lëndu se për njerëz. jetimet janë të Ku të bie nërmend ti çafon do këtë vërzihet atë. Kur mendon se ku je? Ku je? Ata kjo është ideja, se na me hyp në kat 5 një blloku duket vetja shumë në Po dhe le madje net. 11.000 metra në lë atje është shumë interesant. Mos të ishe bu këngëtar, me çka ishe marrë sot? Unë e kum kry gastronominë. Këtu në Zvicër. Po. Restoracion Fachman, kanë atë. Okej. Kisha pa vetën shumë gastronomi, nuk e di e dua la drejtim shumë, po kombinimi i muzikës me gastronominë s'shkon kërka. Kështu që çefum po ma përzin ka pak. Po ndoshta në gastronomi kisha pa vetë. Po, dikun në një restoran me menaxhu Ato gjithçysh. Okej. Me menaxhu restoran Menaxhu se temin, jonën ose ton. nëse me ndër vitën tani garant kishim bërë diçka mo. Okej, e ke mbaru këtu në Zvicër the, Po këtu. Bravo, shumë bukur. A ki qëllim dikur ma qelë restoranin ta masi e ki pasion? Po qëllimi është çdo herë, po esenca është si s'punë kombinim. Kombinimi gastronomia ka një farë jeta gastronomisë është shumë e poshtër. Unë mendoj, do të thonë është çfarë sa është e mirë është edhe keqe puna e familjes si e çdo vikend jenë punë, çdo mbrëmje jenë punë, edhe do shmë konë prezent. E që ajo është pak
Të lidh pak, nuk ke liri. Dhe unë s'po kum kohë në vikend, çaj është problemi tani që shmi kum benu. Ose me flejnë korridor tani. Qa me bo? Okej. Me qenë se jena atë gastronomia, për shembull, çfarë ka mësu studimi për gastronominë më shumë se sa më shumë se sa dim ne që se kemi studiu këtë pjesë për shembull. Çfarë ka të veçantë gastronomia? Mu gastronomia më ka ndihmu shumë muzikë. Domethënë lidhja që ka nuk kanë që shmu sill me mishtëri, me kundëm, si thojmë na këto. Që ajo më ka ajo farë e ke marrë dhe ke përdorur të muzika pastaj. E ko marrë tani të muzika. Domethënë në fillim çfarë ka të veçantë? Fillimet e vitet kur kena servu, kum pas shumë probleme shkute dikush në tavolinë me piça, po don çka dëshira ju më. Dhe ke keni far frikën në fillim. E gastronomia ma ka hek, tani e ko marrë çat pjesë, e ko marrë muzikë që sjellja me njerëz me dasmor, me ka do që të lidh muzika, që aty e kum përdor tani. Ju kon shumë i thjesht me ta. Studimi në gastronomi të mëson me shkumë u fol klientave. Domethënë të liron pe emocione, pe sjellja, pe sjelljen e ko marrë shumë pe gastronomia. Më ka ndihmuar shumë fillim. Po. Edhe e ke përdorur tek. E kum përdor te muzika, te njerëz, te dasmort. Okej. Faktu në 90% dasmorëve kena koxha shumë dasma, shoqër të Zotit, për çat fund kena luftu. Absolutisht. 90% dasmorëve i takoj në Zvicër ose në Kosovë, në varet ku jetojnë. Familiarizohen diçka me ta shumë shpejt. E që më ka ndihmuar shumë. Unë mendoj se dush më konë shumë i thjeshtë këtë jetë. Thjeshtësia vat vetën. Njerëzit e mëdhej janë të thjeshtë. E vërtetë. Njerëzit e vegjël janë. Unë edhe para dorsmës shkoj gjithmonë një orë më herët, shkoj ndorsmë diçush si familjar vinë gjithë ndorsmë më herët. Edhe që aty më lidh me ta, domethënë si me Zotin në shtëpi, si me Zotin në shtëpi, sa din familiarizuar shumë shpejt. Po. E tani më i lirë, diç më duket si tok në vllaznik. E di, thjeshtësinë tonë e di, se s'kem nevojë më ta thonë se unë të njeh për u thash edhe herë, më kam ngjet në kokë nga ngel ajo pjesa e thjeshtësisë, modestisë, të fshi aty në studion tonë, hera parë që të patëm ftu, domethënë për këtë të përgëzoj se gjë më të mirë s'ka. Po gjë më të mirë. Gjithashtu po e kam menu në ditë sodit fakti më i mirë është se gjenerata jon Zvicër ka arrit shumë. Me krahasu ne ata gjenerata po pse kanë kanë punu ndër vite për ne me na marr këtë familjes në vende. Po tash ti mi ka zuti ku i më në masin skenë edhe qëllan aty nai dikush që ka një shkollë shumë të fortë. Atë nuk ka shumë njerëz të arritun këtë botë. Që ki edhe mësafir, edhe s'kish kam i shit përmend. Absolutisht. Secili ka përvizione. Absolutisht. Virtyti më i mirë të njeriu është thjeshtësia, modestia, për çunë i vlerësoj. I kam debulec njerëzit të thjeshtë. A njerëzit që janë kështu marrë shumë në për vete. Interesant. Unë s'di, nuk i akceptoj dot për vete. Çfarë mendimi ki për shumicën e këngëtarëve të estradës? A janë më shumë më mëdhaj apo njerëz të thjeshtë? Varet pe karakterit që kanë, u kupton. Unë më ka drejt ndër vite kena punu me katonara burr janë këtë me ne më ai. Ja, s'm kret. Po, më shumë ka dhe thjesht ka. Shumica sa nzvyn. Qa më thonë, s'po foli ma mirë, kështu që... Herës t'ja flet vetë. Ve loj ma mirë. Herës t'ja flet vetë, pa jo përse i një vetë vetë. I një për gjyë sa të t'mja thonë as dhe urën. Shumë i kombinati, kom për to, ko vla, hetë. Nuk është fare mo burri mirë Altini që del në ekran çdo javë se sa një kamarierë që shërben kafe që aty. Përkundër si mund t'jetë ai më i mirë se sa unë që dal në ekran. Ose një që këndon në bën klipe, këngë se është fare më i mirë se sa një që s'del fare në ekran. Interesant është njëri me nejt, i thjesht me nejt, për toga me nejt, me respektu njerëzit, pra respekti mbi gjitha, pastaj vinë të tjerat. Puna, profesioni i bën për vete, me ushqy vete në familjen tonë, nuk i bën ti për me i shit me ndikuj. I mirë, domethënë, shumë është njëri i madh është i thjesht, pra, i madhi është i thjesht. I vogli, pastaj shet. Karakter do të më pas. Absolutisht. Astrid, konga kthehemi edhe herë. Konga the duaj e nanën, e ke kompozu tek Ilir Berani. Ilir Berani. E ke bo klipin tek? Privat? Privat. Privat. Është Francesc Froka, një djalë shumë i ri, që merret me film, me regjisën. Ata një gjojnë pak? Ata hedhin transmetim? Shumë dëshirë. Duaj e nanën nga Astrid Mulaj. Faleminderit. Astrid, kam një pyetësur, Luçka jam. Edhe do zgjedhësh njërin prej dyjave, Bjonda apo Brune, domethënë, po ta vej si pyetje, po është si pyetje, mu bazu pak a shumë. Brune. Jo, nuk ta bëna pyetje, se di që ke marrë Brune ti po. S'ka dash, nuk rol kjo punit. Kjo vetë shembull u ka. Ke vetë shembull. Kishëm thënë nese.
Pas ka marrë prunën. E di që prunën ka marrë. Shpejt ka ardhur kjo përgjigje. Bukur, po një sekondë, e bukur ishte. Astrid Mulaj, studio apo sken live? Skin life. Astrid Mulaj, balada apo këngë ritmike? Të dy jaz, diqysh s'muj me nda, po ritmike. Ritmike. Hit veror apo këngë që zgjat vite? Pra këngë që s'është hit veror, me por thonë- zgjat Qere, në memoriet njerëzve, por me thonë kongë si zgjatë, tash u përzidi që shkret tregi i muzikës, po, 5 dhe këtë tjetër. 5 gjithë tjetrën. Do më thonë E hit kena një veror. kongë, e kena një kongë se është kongë që kam vetë, për Hit, gjithë kështu po. që Okej. se cili luftojnë për me pas një kongë që është sa ma hit, sa ma... Bukur Kush Astrid. ka dënë? Astrid, duet apo solo? Solo. Të kompozoj dikush tjetër apo vetë? Dikush tjetër, me të kalzu drejtë, unë komponist si jom, as me shkru nuk... Edhe tekste si i mirë? Jo, si më i mirë. me Nuk shkru jenë tekste i mirë? Që është problem, me shkru tekst mujna se cili mujna me thurë vargje, po është për me komponu në kongë problem. Po, e kuptoj. Që atë si? Klip luksoz apo natyral? Natural. Natyral. Kritik e ashpër apo heshtje totale? Heshtja flet vetë. Kështu pelojmë heshtje totale, mami. Heshtje totale. Festival apo YouTube viral? Pra do zgjidhje me qenë në festival, me këndu në festival të madh, apo me shku në YouTube viral Astrid Mulaj? Festival. Festival. Okej. Të këndosh për dashurinë apo të këndosh për jetën reale? Për jetën reale. Zë i but apo energji shpërthyse? Energji shpërthyse. Për zërin po flasim. Energji shpërthyse. Okej. Publik në Zvicër apo publik në Kosovë? Ku ka shqiptarë, gjithë s'u një donë në shqiptarët, ku do të jenë? Po me shenë se jetu në Zvicër, S'u di, po publik Kosovë, po thonë, publik në Kosovë. Skene madhe apo koncert intim? s'ki në modhe. Një super hit apo 10 këngë mesatare? Një këngë hit apo 10 këngë Një- që janë mesatare? Unë tash për hapë, isha thonë 10 kongë, po një kongë hit. Një këngë hit. S'po dalim aden, s'po bëma më modest, po thojmë realitetin. Do preferoje një fans të heshtur, pra që të simpatizon si këngëtar, apo një fans që bërtet më të madhe që është fans i jot? Si e preferon me qenë fansat tu? Zhurmagjia apo të heshtur? Teshtur. Të heshtur. Nëse publiku kërkon vetëm këngën e vjetër, ja plotson apo imponon të ren? Pra do Jo, më ja thonë, plotësoj të vjetrën, s'është problem. ja plotson Po, vjetën. po, po. Pra nuk është që ja imponon për me ta Jo. dëgju këngën e re që ke Jo, bëu jo, tash. Jo, jo. Okej, Se cila kongë ka atë vlerën e vetë, kështu që okej. Bukur. falim dhe. Kjo ke i pyetësor për ty. Trege me qatë kongë. se A se pëlqen me cilën kokën. sa? A, O shkodran, a e dy në pesën zenon e qem kjellë. A din që të kong? A mundesh me këtu? Diçka po na shkruajmë pak, nuk diçka Jo, kapela. Po na. E? A di kur? Qëta? Na, kjo edhe këta këndojmë. Kështa çështë si ky? Jo, në Ka nuanca gjigante. Nuanca folklorit i ka, po edhe nuk më këtu folklor në fillim. Hajde herë, asë dëna me dëgju diçka. Veç që shke teksti. I e vëshkod, hajde s'ta mësoj. O ku je zenon, o shkodran, a e dy në pesën zenon e qem kjellë. O, ku je zenon, o i shkodran, a e dini besen zenon që me ke dhonë. A jena shqiptar, a jena shqiptar! O, shqiptar me zemër. A jena shqiptar! Astrid, çfarë këngësh apo projektesh ke për në ardhmen pas kësaj duaj e nanën? Kena përgatit shumë kongë në studio. Jëm të punu me në kolegë shok temi ngusht, Kole Roshin. Kola ka një super studio në Zvicër. Okej.
Është producent edhe ai domethënë bën këngë apo si? Prodhon këngë apo? Producent edhe këngëtar, nëse kolën e Po, njohim. këngëtar po, ama po mendoja producent. ka studion që prodhon këngë edhe për tjerë apo? Prodhon për tjerë. Okej, Vitin e kaluar. kompozon këngë për Po, tjerë. vitin e kaluar kemi punu koxha mirë, bashkë kena zgjedhur do këngë mia kanë ecë koxha mirë në YouTube, në për rrjetet sociale. E po vazhdojmë si vjet, këngët i kena ndo tash, veç po presim Me i bo shpërthy. klipet. Me bo klipet, ne mi bo me Klipet dhe klip. me në shupo. Okej, super. Bravo, jeni në duet bashkë të kënu apo? Një duhet e kena bashkë, i kom dhe një 3 këngë tjera, edhe në duhet ma vonë, po s'jena sigur. A do dalin para verës të? Po, kretë para verës. Para verës. Para verës, po. Okej, super, shumë bukur. Punojmë sa të vujna. Absolutisht, se na absolutisht, se vera pret energji, asit. Verës kena me e shpërthy në Kosovë, kena me shku, për shembull Altini e ka Ai, bënë kismet, me se- zesa të prit Altini me shku në Kosovë verës, edhe me njoft ato loçkat atje dhe me folë me sa në drona aty. Me Janë planet e bomba. me shku në Gate Club, Prishtinë. Astrid, jeve i mesazh sipas dëshirës tënde që ke për miliona çushaur që i kena. I përshëndes shqiptarët anë e manë botës ku jonë, ju dëshiroj gjithat mirat e botës. I falenderoj edhe gjithë, a muj me baj falenderim? Po. Patjetër. I falenderoj gjithë dasmurt, e gjithë ata që na kanë përgjedhë mua dhe orkestrën teme që jena bashkë. Prit. Masinat e Edhe- dasmat, kuj bën më të mira dasmat, se cili vend bën më të fortë. Pasha Zotë me të regu dhe se cili vendi i ka atmosferën e vetë. Po, e di që se cili po S'po di Gjilan e ka... Gjilan bën të mira, po Gjilan, pra. ushqimin speqesin shumë valla, po na lën unë. Mas dasmës në Gjilan po shkoj ha kebab dikun. Ka i cëp, Po për këtë copë vogël, po on ti shurt tamaqar po ndoken atë. Gjilan, Po Ferizaj. janë, po kështu po qesin pak, si me gjithë? Pak po qesin o valla. A ne më shku kafush, rrafshi Dugaxhinit më shku. Ja, po blok na të tjetër muhabet është. Ka një keq për tavolinë e ki. Mualir. Ja se po bëj gore, se edhe në Gjilan bëhet mirë, po bëj pak. Jo, për në mes seriozisht, në Suarek bon mirë, visi Suarek? zgotin koqa shumë. A zgjatin dasmën, Po, pa. zgjatin më Çefli o valla, marakli dasmës. Në Gjakov, në rafsh Dugaxhinin pejq. Po, absolutisht. Ferizaj është shumë i fortë për dasmë. Edhe Ferizaj është i i fortë. pëlqejnë shumë si janë shumë Ha, atmosferë. para mendo kur të martohet Altini çka ka më bon. Ka më naftuar dasmën Ferizaj kena me Colgate, ha. Ja, shumë Ferizaj. Ja sa Ferizaj, ha. Okej. Në Maqedoni atje në Tetova, e kanë dasma ne Po, më. jem kon, kur të kena dasma, ma herët sezonit kombinojmë disa dasma nëjna, po ne kom pas një rast, pe Gjakovës ditën dasëm dhe në Kërqovë në bromjet, i pata kombinu që ato 2 data shumë keq, edhe minzi kena më rrinjë pe atërit, kom thonë, mo, nuk dal jashtë kofive në sezon, pa i kombinu. Okej. Si action u kon. Tesa kena më rrinjë u kon. A mo bëj dasma të mira tani, ha? Po, Maqedoni. Kërqova, Tetova. Kërçova i bën të mira, Tetova i bën të mira. Kërqova, po. Okej. Në strugin a kon vjet. Është. Super. Ata shumë zëtni, shumë. Tash gjithmonë ti ke i përfshin tash. Po, ka Gjakov. Ke reportar Astrid edhe për Strugën, edhe për Tetovën, edhe për këtë, domethënë nuk është që ngelesh. Po jena zgjanu koqa shumë me reportar, me kena ushtru. E si funksionon? Sa veta jeni në bandin? Ti je këngëtar Jena- vetëm solo apo shkon me i shoqëruar me dikon? Jo vetëm me kallzu drejt. Je vetëm. Vetëm po. Sa Jemi muzikanta 3 kemi vetë, vetë? 3 vetë. saksofonist, klarinetist, miti me Sinta, Okej. edhe lirimi me Topana me Okej. 3 okej. vetë. Super. Komplet jena ka shkojmë njëjtë. A mundesh as të më mojë dasën për fillimit në fund? Që ja mundesh na po shkojmë një muj ditë për natë. Hey, Ditë për natë. ai do të dasma jo. Sot Ai ki zonë me çet vera jo. kena shumë dorsma, po s'po foli s'kom qef Po, mua. okej, ai do ndo? Ku po i don? Kallzëm me unë të plot çfarë i thon aty magjia, shkopi magjik që kena pas. Na plotsojmë dëshira. Po? Veç kallzo qytetin ku po do dasma, unë Na për Kosovë, ku ta do zemra? Në për Kosovë veç. Po. Veç më në Kosovës. Po veç çto po në sezon domethënë. Në sezonën e verës. Prej cilit muaj den muaj, që Pe 15 korriki temi 20 gusht. prej 15 korrekt deri 20 gusht. Gjakov, 2007 të cekemi. 2007-na? Jo 26-na, pse ki musha? Po, ki mushi 26-na? Po i na mundu sa më shumë e mund. Ku, Gjakov, 2 dasma prej Gjakovëve për Astridin, se i do 2 Gjakov kës. Ka qef me dar për Pa Gjakov. Gjakovës nuk largona E, e shkur. okej. Në Ferizaj, jashtë Ferizaj, sa i do 2 a 3? 5 i. 5 në Ferizaj, se i bëjnë mirë. Në Gjilan, apo do veç merë buk me veti? Po në Gjilan edhe saksën me veti edhe bukën. Okej. Me bukë tonë në godin. Në Gjilan, sa i do është? Sa më thaj, 3-4. 3 cobe, jo, 4 shumë janë. 3 dasma në Gjilan. O, në le dorën, ve. Asit, faleminderit që ishte në Full Ship Show. Faleminderit Altin shumë. Ty edhe gjithë stafi tani jenë mrekullueshëm. Ju Faleminderit. përgëzoj për këto vite jeni Allah ju kuft. Zoti i Trujt, faleminderit shumë, shumë respekt.
Faleminderit shumë edhe një herë për ftesën. Respekt, faleminderit shumë, je mirë se ardhur gjithmonë Aset. Faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe nëse ndërsa me cek, po. kur kena kon pjesë, po, kena kon herën e kaluar me jena më duket një ndër më të parë që kena kënu live të ti në emision. Me muzikë. Te emisioni i parë, po, absolutisht po. Shumë pak ka pas emisione që këna ishin. Absolutisht po. Kështu që vetëm kalu shumë mirë dhe sa Tash kalova shumë kismet mirë. zotit ne jemi të dash mu zgjeru Aset me bëni studio pak më të madhe, Okej. që me pas edhe bendin ton muzikor edhe pastaj do fillojmë edhe me live tamam. Po veç ka ko live veçtero. Ja, absolutisht. Ja, absolutisht. Do kemi shumë shpejt do kemi një tjetër studio ku do kemi mundësinë me performu tamam në mënyrë profesionale edhe artistat se shumë artista po na shkojnë për arsye të kushteve, po i shfrytzu të paktën tek pjesa e performimit live. E për këtë pjesë kena marrë masa, se të mule, kështu që banu gati, kur të thirrëm nga tjetër, me ardh e frymzuar. Faleminderit Buk shumë. me veti me marrë se edhe na jena prej Gjilani. Ja, ti jemi krejt si kia. Deri javën tjetër nga unë Marash Pula, e si të mulej. Natën e mirë. Më